Një tjetër skandal është zbuluar në Ministrinë e Shëndetësisë. Tenderi me vlerë 1.5 milion euro me TVSH për blerjen e oksigjenit mjekësor për spitalet publike është kthyer në një farsë të planifikuar. Megjithse gara e hapur është shpallur për datën 4 dhjetor 2025, kompania fituese ka filluar furnizimin një muaj më parë me miratimin e vet ministres Evis Sala. Sipas dokumenteve të buletinit të prokurimeve publike të datës 10 nëntor 2025, tenderi ndahet në 7 lote që mbulojnë QSU Nën Tereza Tiranë, Spitalin Shefqet Ndroqi Sanatorium, Spitalin Memorial Fier, Spitalet Rajonale të Durrësit, Lezhës, Dibrës, Beratit, Gjirokastrës dhe Kavajës. Operatori ekonomik që furnizon këto spitale është GTS Gazra Teknike Shqiptare, përfaqësuar në Shqipëri nga Besnik Halili, bashkëshorti ish zyrtare së Ministrisë së Shëndetësisë, Luneda Sufali. Kompania është në pronësi të grupit mafioz italian Ndrangheta, i përfshirë më herët në skandale për pastrimin e parave dhe kontrata të dyshimta me sistemin shëndetësor italian. Megjithse tenderi do të zhvillohet zyrtarisht në dhjetor, furnizimet kanë nisur që prej një jave, duke përfshirë të gjitha qendrat spitalore. Burime nga brenda sistemit konfirmojnë se faturat dhe dokumentacioni do të plotësohen pas garës për të simuluar konkurrencën, ndërsa kontrata është mbyllur paraprakisht. Ky është një tender paradhënie klasik që ndjek të njëjtin model të përdorur në shumë sektor të shëndetësisë. Fillohet furnizimi, shpallet gara më pas dhe fituesi formalizohet me dokumente retroaktive. Kjo skem është e mirënjohur në qeverisjen e Edi Ramës, ku tenderet e mëdhenj për ilaçe, oksigjen dhe pajisje mjekësore kontrollohen nga një rreth i ngushtë klientësh të lidhur me ministrat dhe zyrtarët e nivelit të lartë. Në këtë rast, përveç ministres Evis Sala, përgjegjëse direkte është Arlinda Pogaj, administratore e operatorit të blerjeve të përqendruara, strukturë që deri 2 muaj më parë ishte në varësi të ministrit Blendi Gonxhe. Pogaj, e njohur si Sekseria dhe Besnikja e Gonxhes, është autoria e firmës që ka lejuar nisjen e furnizimeve pa zhvilluar garën ligjore. Të dyja, Sala dhe Pogaj, janë miqe të afërta dhe pjesë të njëjtit rreth politik që ka marrë kontrollin e sistemit të prokurimeve shëndetësore. Sipas burimeve të pamfletit, ky nuk është tenderi i parë që favorizon GTS Gazra Teknike Shqiptare, që nga koha e ish-ministrit Ilir Beqa kjo kompani ka monopolin e furnizimit me oksigjen mjekësor në të gjitha spitalet publike, pavarësisht se ndaj saj ka dosje të hapura në SPAK për korrupsion dhe lidhje me grupin Ndrangheta. Ky rast dëshmon se sistemi i tenderave në shëndetësi funksionon si një rrjet i organizuar klientelist që lidh ministra, drejtorët dhe bizneset mafioze. Evis Sala, që pason Ogerta Manastirliun dhe Albana Koçiun, vazhdon të mbrojë të njëjtat kompani që kanë patur kontrata prej një dekade. Arlinda Pogaj, e emëruar nga Blendi Gonxhe, firmos kontratat formalisht dhe mbulon procedurat. Besnik Halili, përfaqësuesi lokal i Ndranghetës, merr paraprakisht fondet dhe shpallet fitues. Në përfundim, tenderi i oksigjenit është një tjetër skemë e qartë korrupsioni. Një kompani e lidhur me mafian italiane furnizon spitalet pagar, një ministre e re e rilindjes e firmos dhe një administratore e besuar e Gonxhes e legalizon. Në sistemin e Ramës, edhe oksigjeni i pacientëve është bërë pjesë e klientelës së pushtetit, me kontrata që fryen, garë që nuk zhvillohet dhe para që ndahen përpara tenderit.